Edhe ne kishim hall, mbledhnim GoFund për t'i bler karçanas, për t'i paguar lek për qeras. A shkreta ajo ore. Ajo jepini popull, se për ju po munona. Doli 1, 2, 3 shtëpi, 4, verë 3 gjatë vogla burr. Një gëllën 1.000 euro. Një gëllën 1.000 euro. Në jahtë, se është problem fare, për shërbim për popullin, edhe jahti. Se pa tjetër ata lodheshin shumë. Pastaj do zorët e ligjin me propozuat. Pse ta kthem private? Si jo Van Bregu, se deshet magazinjeri Van Bregu e bën krushk. Pra, mos e tenderojmë, pse ta tenderojmë ne vjetim kështu rreke, krijojmë shoqëri private. Të lodhemi ne të hedhim prap tendera. E të vend marrim një respekt, i fusim makinë, e të detyrojmë që të heqin ofertën. Pse budallimi ne bëjmë shoqërinë brenda ne? 49% atje dhe e marrim gjithë. Me verë, me arkë dhe euro të mrena. Po që do të thotë kryeministri shqiptarëve tani që na ishte pa shtëpi, që e mburti që s'kishte marrë asnjë, që ishte sinqert, që sistemet i kishte korrugulluar. Kështu që të gjithë këto sistemet, këto iraniant e Akshit, se ishin iraniant e Akshit këta, se si ishin iraniant e Akshit, me gjithë atë që kontrollon dhënat tona personale, janë bërë si çarapet grisre, kështu fare që rrin diell ato ashtu, se ka djeg dielli. Ashtu janë dhënat tona dhe gjithë secili prej nesh.